Ti faleminderit Zotit gjatë kohës së kreshmeve. Me këtë përshëndetje dëshirojmë ta fillojmë gëzimin tonë të kësaj meshe, e që ky gëzim, kjo lumturi, ky shëndet të mbetet në ne shumë gjatë. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i fal të mëkatet tona e na përcjell në jetën e pasosur. O Zot, ki i mëshirë. O Krisht, ki i mëshirë. O Zot, ki i mëshirë. Lavdi qoftë hyjt në lartësitë e qiellit. Ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdinë tënde të pa kufi. Zot, hyj mbret qiellor, hyj ati gjithëpushtetshëm, Zot birini e lindur Jezu Krisht. Zot, hyj qëngji, hyj biri atit, ti që shlyn mëkatet të botës, ki i mëshirë për ne. Ti që shlyn mëkatet të botës, pranoje lutjen tonë. Ti që rrinet e djastën e atit, ki i mëshirë për ne, sepse ti vetëm je shenjti, ti vetëm Zoti, ti vetëm te jeti larti, o Jezu Krisht, së bashku me Shpirtin Shenjt, në lumturinë e hyjtat. Amen. Lecim për veprave të apostolëve. Në atë ditë, Pjetri mori fjalën e tha: Tani, me të vërtetë po e marr vesh se hyji nuk i mban kim krah. Ju e dini çka ka ndodhur në mbarën e vetë. Duke filluar mbrëmja e reja, pas parësimit që përfitori shumë, se si hyi Jezus prej Nazaretit, e shëguroi me Shpirtin Shenjt e në pushtet. Atë që përshkoi vendin duke bërë mirë, e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë në pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bëri në mbarë krahinën e Judes e në Jeruzalem. E vrad duke varur në shtyllë. Alleluja. Fjalët tua, Zot, janë shpirte jetë. Ti ke fjalët e jetës pasosur. Pas të shtunës, në të zbardhur të dritës, të ditës së parë të javës, shkuan Maria Magdalene e Maria tjetër për të parë varrin. Kur që ra një tërmet i madh, sepse engjëlli i Zotit zbriti nga qielli, u afrua, rrokulli sigurin dhe ul mbite. Fytyra e tij ishte porsi vetëtima, e petku i tij i bardhë porsi bora. Rojtarët, prej frikës së tij, u dridhen dhe u bën si të ishin të vdekur. Atëherë engjëlli u tha grave: ju mos u trembni. E di se kërkoni Jezusin e kryqëzuar. Ai nuk është këtu. Unë gjallë si kur se tha. E janë e shikoni vendin ku që vend, e pastaj nxitoni e shkoni, tregoni nxënësve të tij, unë gjallë se vdekuri dhe ja po shkon para jush në Galile. Atje do ta shihni, pra ju tregova.
Ato më njerë u larguan nga varri me frikë, një herësh me gëzim të madh, shkuan me nxitim t'u lajmërojnë zënësve të tij. Dhe ja u doli Jezusi përpara dhe u tha: "Ju falem." Ato u afruan, e morën gryk dhe e adhuruan. Atëherë Jezusi u tha: "Mos keni frikë. Shkoni e lajmëroni vëllezërit të mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin." Fjala e Zotit. Prandaj vllazër dhe motra, të mos kemi frikë ta dëshmojmë fenë tonë në Jezu Krishtin, të mos kemi frikë marrë turp, të mbajmë në mënyrën ma pozitive, ma të virtytshme, familjen, fëmijët në sundimin e Ungjillit, në sundimin e përkulljen e shkrimit shenjtë e të Ungjillit. Nëse do ta kishim mbajt, themi ashtu, këtë diktaturë të shenjtë, s'pari për vetveten, e për familjen, atëherë njerëzimi do të kishte jetuar në paqe, në harmoni, në dashamirësi, për së shpejti do të ishin gëzuar gjitha kombet e nacionet që luftojnë dhe e zhdukin njëna tjetrën. Diktatura e shenjtë e Ungjillit, kodi i shpirtit shenjtë, kodi i Pashkës është Krishti u ngjall, me të vërtetur i ngjall. Prandaj ti besojmë e ti nënshtrohemi gëzimit të ngjalljes së Krishtit. Kjo flet do Jezu Krishti. A besoni në Jezu Krishtin, në vetmin birën e tij Zotin tonë Jezu Krishtit, që u lind prej Marijës Virgjën, vdiq e varrosur dhe u ngjall së vdekurit. A besoni në shpirtin shenjtë, në Kishën e Shenjtë Katolike, shoqërinë e shenjtëve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit e në jetën e pasosur. Vllazër dhe motra, ardhja e Krishtit, besimi i tij, kryqëzimi dhe ngjallja, dërgimi i shpirtit shenjtë dhe premtimi i jetës së pasosur janë kulmi dhe përmbajtja e fesë tonë. Ta pohojmë e ta dëshmojmë këtë fe në shekuj të shekujve. Amen. O Zot Jezu Krishti, o këthën apostëve të tu, po ju le paqen, po ja paqen time. Mos i shiko mëkatet tona për fenë e Kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit të në paqe e bashkim, ti që jeton e mbretëron e shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Në shenjë paqe, pajtimi dhe urimi për Pashk, i japim dorën njëri tjetrit, të thonë paqja me ty dhe me shëndet Pashkët. O që në gjihjut, të që shlyn mëkatet të botës, ki mëshirë për ne. O që në gjihjut, të që shlyn mëkatet të botës, jep na neve paqen.